Atëherë, do të kemi një përshëndetje nga myfthiu I Delvinës, është zoti Bledar Ali. Ky është Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun, paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi profetin tonë Muhammed, mbi familjen dhe mbi gjithë shokët e tij. Falenderojmë Allahun e Madhruar që na mundsoi në këtë takim madhështor me vëllezërin nga I gjithë jugu. Në pas falenderojmë Ministrin Saran që organizoi këtë takim. Dhe ky takim që na bashkoi, arsyeja është Ramazani, na bashkoi, siç na bashkon edhe gjatë Ramazanit, duke parë teravie së bashku, duke organizuar iftaret së bashku, që muslimanët janë vëllezër, innamal mu'minuna ikhwa, në të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Dhe ky mik që ne po presim meriton një respekt. Ja ju alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Po ju që besuat, ju është obliguar agjerimi, siç ju obliguar atyre që ishin para jush, kështu që të jeni të devotshëm. Dhe kjo është edhe urësia dhe mençuria. Sa mëdhur është hakim I urtë. Në çdo që I ka urdhëruar njerëzit, I ka urdhëruar për atë që I sjell dobi. Dhe synimi nga ky agjerim është që muslimani të arrijë majat në devotshmëri. La'allakum tattaqun. Dhe për ta agjerim ka argumentuar edhe suneti profetit sallallahu alaihi wasallam, I cili thotë në një hadith që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në gjithë sahihët e tyre. Bunia al-Islam ala khams, është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla: shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, wa iqami salat wa ita'i zakat, wa hajji al-bayti wa sawmi Ramadan. Është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla: shahadat la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Muhamedi është I dërguari I Allahut, falja e namazit, dhënia e zakatit, shkuarja në haxh dhe agjerimi I Ramazanit. Tek muslimi ka ardhur tjetër raditje, ka ardhur agjerimi I Ramazanit dhe shkuarja në haxh. Dhe ka rënë dakord se gjithë muslimanët se ky agjerim është obligim. Muslimani I kushton vëmendje të veçantë këtij musafiri, që po pret. Që është obligim për çdo musliman të lodikshëm që ka arritur moshën e pjekurisë, e cila arrihet me disa gjëra, duke mbushur moshën 15 vjeç, duke dalë kimet në sjellje ose diku tjetër, te daljen e spermës dhe te gratë, që femrat shtohet edhe dalja e ardhja e menstruacioneve. Dhe ky Ramazan është obliguar në vitin e dytë sipas hijretit profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam agjeroi 9 Ramazane. Allah musliman shfrytëzoe këtë muaj që po vjen, këtë musafir, pritet siç e meriton këtë musafir. Kush agjeron Ramazanin me besim, dhe do të thuash shpërblimin nga Allahu, I falen gjunahet. Është mundësi e artë që muslimani të tregojë forcën e tij, potencialin e tij në shfrytëzimin e të tyre ditëve të bukura të Ramazanit, të tyre netëve margaritar, me kaq mjafton se ose në asidin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.